Nuk di ku të shkoj, ku të maj, hall babi në hall shtëpis, atje këtoj tu, ishtë në zemrena. Emiliana Sako nuk përgjigjet. As ato tjerët në talën në vend loj. Imagjino, është ndarë për Romët, për ju, kur është bo bashkia racist, me motrejnë. Ne jemi robë Zotit. E ka të vështirë të përmbaj lotët, pasi prej muajsh ajo dhe familja e saj jetojnë me ankthim se do t'i nxjerrin nga shtëpia pasi nuk i kanë paguar qeran pronarit të banesës. Dallëndyshe Lila së bashku me babain e saj Metin, mjeshtrin e varkave të Drurit, dhe vëllain e saj jetonin në këtë shtëpi përdhese në lagjën nr. 3 deri para tërmetit. Për shkak të dëmtimeve, shtëpia u shpall e pabanueshme dhe familja trajtohet me bonus strehimi nga bashkia. Mosmarrja e tij prej 1 viti e 3 muajsh ka krijuar vështirësi të shumta ekonomike, pasi vetëm një nga anëtarët e familjes është në marrëdhënie pune. Kam 1 vit e 3 muaj pa paguar, pa më dhënë bonus në qeras, nuk më japin asnjë lloj informacion, përkundërzi na thonë që jo mbas një javë, jo kështu janë me, nuk ka sistem thesari, nuk ka, janë me pushime punonjësit e bashkisë. Nguaj vet jam me kancer në tiroide. Babin e kam smun me operacion zemër dhe më thënë aktualisht ku unë jetoj me qera, më kanë dhënë një afat o sot o nesër me dal nga shtëpia sepse s'kam mundësi me e paguar. E sëmur dhe me të ardhura vetëm 2000 lekë të reja në muaj. Dallëndyshja apelon për një vend pune pra ndërmarrjes komunale. Kam shku shumë herë atje ke drejtori komunales, Gjelbrinit, më ka thënë që mos u mundon me ardhë, se do të lejmëroj vetë. Kam shkuar, më kanë marrë. Ndërkohë mjeshtri varkave të Drurit Met Lila, që pavarësisht moshës së thyer ushtron çdo ditë të vitit, zanatin e tij kërkon nga bashkia që t'u kaloj bonusin, pasi rikthimi në shtëpinë e dëmtuar mund t'u rrezikojë jetën. Ku do shkoj unë? Ku do me të mund? Tu në këtë shtëpi nuk e prik, se po të zemrena. Edhe kështu që detyrimisht jam i detyruar të thoni fjale pa bukë, pa hëngër se nuk po ecin asnjëherë që të paguaj qeran, edhe kështu kemi ngel në pikë të hallit. Dallëndyshe Lila u interesua dhe mëngjesin e kësaj të mërkure pranë bashkisë Durrës. Më në fund, pas shumë cejakjeve, u është kaluar shuma vetëm për 5 muaj, ndërkohë që pagesën e 10 muajve të tjerë nuk din ende kur do ta marrin. Në listat e përfituesve të bonusit të strehimit, që përfshin pagesën në masën 50% të qeras nga ana e bashkisë, janë rreth 250 persona që i përkasin komunitetit rom dhe egjiptian. Ndërkohë në total, lista ka gjithsej 412 persona.